deputetët e partive jo shumist, minoriteteve, që absolutisht është një qasje gabuar, sepse zgjidhja duhet jetë me partitë politike shqiptare. Ato duhet ta qeverisin Kosovën. Pakicat i kanë drejtat e garantuara, por jo me bë pazare me pakica, dhe nuk po ka më aso përpjekje, as sigur po luhet ajo loja e blerjes së kohës, apo kush po lodhet i pari. I pari po lodhet populli po pësoni, që në fakt bëri zgjedhje shumë mira, po tani po abuzohet me zgjedhje të këtilla dhe po kalkulohet politikisht. Po kalkulohet politikisht dhe po krijon pritje që ndoshta gjykata kushtetuese ta zgjidh këtë situatë. Profesor, në këtë rast, a duhet shpërndar faji të këtë gjithë që nuk po konstituohet kuvendi, apo thoni që përgjegjësinë, siç edhe thatë më herët, por VV-ja po insiston që nuk është përgjegjësi vetëm e tyre, pastaj bërja qeverisë po, por konstituimi i kuvendit jo. Disa ka përsëritur që gjithë janë deputet, kanë përgjegjësi të njëjtë këtu tani, mbase fare për pak ka anon deputetët vula e përgjegjësisë. Të gjithë deputetët kanë përgjegjësi me e funksionalizu kuvendin. Absolutisht kuvendi duhet të ketë një kryetar. Pra po flas me gjuhën e gjykimit gjykatës kushtetuese. Deputetët duhet mi gjetë mënyra si me zgjedh një kryetar. Sepse kuvendi s'është funksional pa kryetar. Por realisht në këtë përgjegjësia kryesore bie mbi fituesin e zgjedhjes, mbi atë që e ka të drejtën për ta zgjedhur kryetarin. Ai duhet të gjejë metodat, ai duhet të zhvillojë diskutimet që ta realizojë një të drejtë që ja ka dhënë kushtetuta. Pra, nuk mundesh me i barazu fajësie. Nuk mundesh, nëse për shembull opozita do të kishte të drejtë, po e zëm në rrethin e dytë apo diçka tjetër me zgjedhje kryetarin e kuvendit, do të marrte përgjegjësi. Por nëse shohim si janë sjell partitë opozitare, në fakt ato kanë dhënë disa sheja kompromisi. Për shembull, po përmendni për shembull te Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka përmend disa emra. Te Partia Demokratike edhe më gjeneroze, ka thënë se do t'i zgjedhim të gjithë me përjashtim të anëtarëve të qeverisë. Po ashtu dhe LDK-ja u tregu bashkëpunuese në këtë rast, pra çelësi i zgjidhjes se këtij ngër që është pikërisht televizja vetëvendosje, e cila duhet të bisedoj fillimisht në partinë e vet, don apo s'don të realizojë këtë drejt. Nëse don të realizojë, atëherë duhet të gjej format, duke përfshirë edhe ndrimin e kandidatit për. Të dy palët insistojnë që po qëndrojnë mbi parime. VV-ja thot që zonja Haxhiu është gruaja më e votuar në zgjedhjet e fundit. Pjesa tjetër thot që ajo nuk është një figurë unifikuese. A janë këto parime që vërtet duhet me patjetër të mbrohen kështu, duke mbajtur peng gjithë shtetin? Zonja Haxhiu ka dalë votim, si ka marrë votat. Ka dalë votim të hapt, apo? Ka dalë, nuk e di, 2 apo 3 herë. Si ka marrë votat? A do të tash me bloku komplet shtetin për shkak një individi, as janë ato dhe 47 deputet? Unë mendoj se spaku edhe një 10 deputet atje mund të jenë udhëhes shumë mirë të kuvendit Kosovë. Unë e njoh personalisht, një numër të madh i kompasë dhe studenta, përfshirë dhe zonën Haxhiu. Unë di se ato ka njerëz që mund të jenë vërtet kryetar kuvend. Kryetari i kuvendit nuk është figurë militante. Ministri është figurë militante. Dhe zonja Haxhiu do të performonte shumë më mirë si ministre. Bile ajo si ministre drejtësisë, me gjysmën e reformave i ka lënë gjysmë të rrugës, dhe nëse ajo i ka dashur ato reforma, ajo duhet të insistojë një mandat të ri si ministre drejtësisë, ta përfundoj vettingun, të përfundoj projektet që i kanë ngel në gjysmë. Kështu që unë mendoj se në këtë rast vetë partia vetëvendosje duhet të rishikoj pozicionin e vet. Mos të kalkuloj, do të ishte shumë jo korrekte ndaj këtij populli që populli të mahet edhe 2-3 muaj pesën. Flasim me gjuhë të popullit është tërësisht çështje inatësh. Shohim se ka inat të madh nga të dy kampet, profesor. Inati që nuk duam ta ndrojmë, është e drejta jonë, këdo do ta vendosim. Pala tjetër që po aq me kokfortësi nuk pranon, me argumentin se nuk është figurë unifikuese, gjithsesi, mbase me që zonja Haxhiu nuk është e denuar me ndonjë formë të prerë, nuk ka ndonjë të kaluar kriminale, lind pyetja nëse kërkohet një sakrificë për të mirën e popullit, në rregull, VV-ja me kokfortësi po e mban atë. Të tjerë, a do duhet ta përbinin një unë e spjegova, kryetari i kuvendit duhet me qenë figura më unifikuese në kuvendin e Kosovës. Një figurë unifikuese, një figurë jo polarizuese, një figurë e pranueshme,
një figurë me një reputacion të madh dhe në këtë rast praktikisht nuk duhet me insistue që ta marrësh vendin kështu pezull për faktin se shumica e deputetëve nuk mendojnë se zonja Haxhiu mund të jetë një kryetar e tillë. Askush nga deputetët e partive që s'kan dalë të parat nuk po e konteston që vetëvendosja duhet me pas dikon për kryetar kuvendi. Ju, zoti Bajrami thatë që aktgjykimi i kushtetues i vitit 2014 mjaftueshëm e ka sqaruar situatën. Në shumë raste, Kushtetuta e Kosovës është lavdruar si një nga kushtetutat më të mira, më moderne, e plot, e qartë. Po si është e mundur që shumë shpesh kur vje puna për formimin e qeverisë gjenden vërima të tilla në kushtetut? Pra nuk është hera e parë. Nëse don me po bëhet hera e tretë. Po gjenden vërima në kushtetut për bërë lojra të tilla politike. Nëse don me bë obstruksion shtetit, sistemit kushtetues, çdo neni mund të gjesh vërima. Dhe prapa skena. Nëse don me ketë qeverisë, nëse don me bloku, sepse kushtetuta është shkruar për një qeverisje të mirë, për një pozitivitet, për një shtet funksional, për njerëz të edukuar, për njerëz që e dojnë shtetin. Kështu që asnjë kushtetut nuk e ka kapacitetin mi parashikuar të gjitha prapa skenat apo krizat që krijojnë politikanët. Siçilla kushtetut është parimore. Siçilla kushtetutat moderne kanë 100 nene dhe 200 nene. Madje e Amerikës vetëm 7 nene, por është populli ai që e respekton dhe jetson kushtetutën. Kështu që në këtë rast, kjo nuk është një krizë kushtetuese. Nëse ka qenë krizë kushtetuese, është zgjidhur me aktgjykimin e gjykatës të vitit 2014, po është më tepër një krizë politike, sepse realisht edhe kriza është politike, sepse as partia parë nuk e ka shumicën, po si duket as parti tjera nuk e kanë shumicën, dhe këtë kohë ato janë bloku në inat edhe në fakt po në një mënyrë po e degradojnë edhe vetë shtetin me mos funksionalitetin e. Po le të themi që vetëvendosis edhe i konvenon kjo gjendje sepse po vazhdon të jetë në qeveri, pavarësisht se me disa kufizime në marrjen e vendimeve, dhe të tjerëve nuk u konvenon kjo. Por a kanë bërë mjaftueshëm të tjerët, a e kanë bërë maksimumin, a kanë shfrytzuar çdo mekanizëm të mundshëm për ta tejkalu krizën? Në fakt, të gjitha duhet me përdor mekanizmat ekzistues dhe partitë. Ose cilat do të ishin ato mekanizma që do duhej shfrytzuar në këtë rast për të mos ardhur në një gjendje të tillë? Do të thonë dialogu. Ofrimi për dialog. Ofrimi i gjitha partive pa kushte për dialog. Ulja në një tryezë pa asnjë kusht. Dhe bisedat për ta bërë shtetin funksional. Pa parakushte, pa shantazhe edhe pa interesa ekskluzive. Duhet mu ullë ata përfaqësues të 120 deputetëve, pra kryetarët e partive, qoftë në tryezën e presidentes, qoftë në tryezën pa presidenten, që të bisedojmë dhe mos dalin nga një tavolinë pa e gjetë marrëveshjen se si të konstituohet kuvendi. Çështja e qeverisë është këtë çështje tjetër. Atëherë pastaj fillojnë veprimet krejtësisht kushtetuese dhe janë tani gjithçka është e standardizuar. Pastaj fillojnë diskutimet për program.